e di, Vlora nuk është më njësoj pa Enrikun. Kush kalonte nga ne, nuk mund t'ikte nga Vlora pa i dërgu një mesazh, pa për një telefonat. E donte shumë Vlora. Ka humbur vetëm Vlora, ka humbur gjithë media, gjithë shoqëria shqiptare. Ishte një zë. Nuk e di që këta njerëz prandaj kanë ardhur sot. Çfarë them? Jeni dhe miq të vjetër. Kisha të vogël. Humbi e rëndë. E para koshme dhe e pa nevojshme për të pa tjetër në planin profesional diskutohet ishte kashme të gjithë juve, po ishte shtylla kryesore, po e quajmë edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar madje, po në planin njerëzor shumë erë. Sot vërtet është një ditë e trisht, dhe jo vetëm për ne që kemi qenë njerëzit e timit të ngushtë, po thuaj se kam rritur. Luftoj, kam bajt shumë pesh për sipër, por në fund gjërat e di vetëm ai lart. Unë personalisht nuk e di se si do ta kaloj, se kam pasur mëngjes drek dark me vete. Por këto janë. Po ashtu dhe për qytetin, për medjen, ka bërë çmos, ka luftuar për gjithë kënd që është ofruar për ndihmë, që 14 vjeç, që 13 vjeç. Është shumë ditë e keqe. Një djalë në këtë moshë për familjen e vet, për 2 fëmijët që po i nxjerrim shëtitje ditë e fundit. Por duhet gjejmë forcën gjithë që ta kalojmë këtë. Kështu që kemi shumë fjalë për të thënë, të pret në paqe, edhe qoftë me Zotin gjithmonë. Ç'të thuash, është një në radhë parë një humbje madhe për familjen, duke ditur që ka dhe 2 fëmijë shumë të vegjël, madje sapo ishte bërë me djalë. Unë e kam njohur jo thjesht si gazetar, e kam njohur nga ana njerëzore. Sa herë kam kërkuar ndihmë, ka qenë aty në këmbë për mua dhe jo vetëm për mua, por për shumë artistë që kanë kërkuar ndihmë, qoftë për mjete ujore, qoftë për makina, qoftë për gjetje lokacionesh. Ai ka qenë me mua mbështetje, domethënë duke ardhur edhe duke më shoqëruar në përarnie, duke fol me njerëz që njihte vetë, domethënë të marrësh nga koha jote dhe t'ja dhurosh dikujt tjetër, tregon për zemërgjersinë dhe tregon për ty si njeri, çfarë jeti si njeri, se mund ta bësh një herë, por ai e ka bërë gjithmonë. Dhe hera e fundit që unë fola me të ishte para një jave, ndodhem rastësisht në Vlorë për xhirime dhe jo më para se një javë fola me të dhe më thanë nëse të duhet ta një flotë e madhe ta me skafe, me gomone, 100 ta t'i bëm vllai, ta të rreshtohen aty dhe thash do ta bëj tash një këngë dhe tani me që i dash fjalën unë kam për ta bërë. Kam për ta bërë sepse ishte biseda jonë e fundit. Ngushëllime familjarve, ngushëllime gjithë miqve, gjithë atyre që morën nga Enriku, edhe gazetarisë, sepse ishte një nga djemt të Trima. Ngushëllime edhe. Të lam të mira në Enriku. Jashtëzakonisht një ngjarje që besoj ka tronditur gjithë. Unë personalisht e kam njohur Enrikun, e kam pas një bashkëpunim shumë të thellë me të. Jo vetëm gjatë fushata, por vazhdimisht kemi ndërnjur, kemi ngrënë dreka, darka, kemi diskutuar për Vlorën, që i njohësim mirë i Vlorës, njohësim mirë i shoqërisë tu, por mbi të gjitha kishte intuit për lajmin. Dhe kapte lajmin i pari dhe parashikonte ngjarjet, dhe realisht personaliteti i tij nuk mbeti vetëm kufit rajonal. Ai u kthye një nga ikonat e gazetarisë, jo vetëm vlonjate, por realisht kombëtare. Dhe që një figurë që i bënte nder Vlorës dhe na bënte nder gjithëve, ne që e njinim.
Vlora dhe familja ka humbur një djalë të mrekullueshëm. Unë uroj gjithë mirat për familjen, tirojnë dashurin, ushtrim e paqen dhe ju si gazetar sepse humbët një koleg tuaj, kështu që nuk kam fjalë për të thënë. Këto janë vdekje tragjike që nuk ka koment. Bashkë punëtore, bashkëkohëse e Enrikut në vite në gazetari. Jam pa fjalë, Frosa, sepse është një lajm vërtet i trisht. Fakti që të humbësh jetën në këtë moshë, edhe një djalë si Enriku që u bë vetë, filloi vetë, mori telekamerën në dorë që ishte fëmijë dhe u bë shtylle një shtëpie të tërë dhe zëri një qyteti të tërë, do mungoj një zë i vërtet dhe mua personalisht do më mungoj një koleg që ka qenë dhe mik dhe bashkëpunëtar në rrugtimin tim të gazetarisë. Si uroj që mos të harrohet emri i tij, se vlen mos të harrohet, dhe ngushëllime familjes, të afërmve dhe shëndet dy fëmijëve të tij që do rriten pa të. Sot është një ditë e hidhur për komunitetin e gazetarëve në Vlorë. Enrik Mehmeti, një koleg i mrekullueshëm, një gazetar që të gjithë jetën e tij në këto 40 vite ja kushtoi qytetit, do të mbetet i paharuar në zemrat e kolegëve. Një dhimbje shumë e madhe jo vetëm për Vlorën, por në veçanti për familjarët, për nënën e tij, për bashorten, për vllajin dhe për dy fëmijët e mitur. Të jeti paharuar kolegu ynë i dashur, Enrik Mehmeti, do të mbetet i gjallë mes nesh. Të mështuar japin lamtomirën Enrik Mehmeti. Shumë e vështirë në fakt të përcjellësh sot një njeri që në 40 vitet jetës vet jetoi intensivisht, jetoi me dashuri, me përkushtim dhe me një përgjegjësi shumë të lartë qytetare. Sot ju dhënë forcë familjarëve edhe tu jap jetë të pasmëve. Ato humbëm një nga kolegët tanë. Një ndër ato humbje që të tronditin vërtet zemrën, në fakt jo na ndodhin e të gjithë kolegëve të tij me të cilën kemi patur fat të punonim, të ndanim shumë kohë, edhe të njinim atë pjesë të shpirtit të tij që ndoshta pjesa tjetër e komunitetit nuk e njinte. Na ka tronditur pa fjalë, një si Enriku për kontributin që pati si zëri i fuqishëm i medias vlonjate dhe jo vetëm, ndoshta do të meritonte që t'i thoshim më shumë fjalë. Por në një moment të tillë është e vështirë, thjesht do të mbetet i paharuar për të gjithë ne, ushtrimet më të sinqerta familjes, miqve dhe kolegëve të tij. Dam lamtomirën e Enrikut. Me dhimbjen e kolegët e tij japim lamtomirën e Enrikut sot. Enriku ishte jo vetëm një gazetar i përkushtuar, ishte një djalë shumë bullor, një mik shumë i mirë për të gjithë ne në News 24, edhe zëri i të gjithë qytetarëve të Vlorës. Ne do të na mungoj miku, kolegu, shoku, po Vlorës do t'i mungoj një zë që ishte gjithmonë aty, i pa lodhur, i përkushtuar për të gjitha hallet edhe shqetësimet që kishin qytetarët e Vlorës. Është shumë e trisht, është e pabesueshme, një gazetar i cili ka nisur karrierën shumë përpara meje, që unë e kam ndjekur, ka qenë zëri i Vlorës, duke transmetuar ngjarje nga më të ndryshmet, nga ato të lumtura deri tek më të trishtat, dhe që fatkeqësisht në mënyrë të pabesueshme bëhet lajm vetë sot. Një djalë fantastik, si persona që vizitojmë jugun e Shqipërisë, në probleme më të vogël kishim Erikun që na zgjidhte çdo gjë. Një djalë i gjendur në krah kujdo që kishte nevojë, jo vetëm si gazetar, por edhe si njeri. Ngushëllime familjes, ngushëllime komunitetit gazetarëve, ngushëllime të miqve të afërmëve të tij, sepse është një humbje e pabesueshme. Është e vështirë për mua, si gazetare e vjetër e këtij qyteti, që t'i jap lamtomirën një djali të ri, një djali që është vetëm 40 vjeç, por që mbi 2 dekada ai ka dhënë një kontribut të paçmuar në qytetin e Vlorës. Ka qenë një zë i fortë, qytetar, po ka qenë dhe një miku i nderuar.